taksisë që jemi në fshatin Lip në shkollën Isa Boletini, edhe pranë vetes e kam menaxherin e kësaj qendre, i cili është zotëria Sref Peci, që ka më na tregu më shumë detaje se ai kanë marrë me kohë materialet zgjedhore dhe si ka shkuar procesi i votimit deri në këto momente sa po flasim. Po me kohë është hapur qendra e votimit, këtu e kemi një vend votim, numri i madh nuk është numri i madh i votuesve, kështu që një herë për herë është interesimi i vogël i banorëve. Që presim vazhdim që të jenë më të interesuar të rritet interesi i banorëve. A ka të bëj pak më shumë që ka qenë mëngjes deri tash dhe tash po fillon koha e mesditës? Po sigurisht këtu në mëngjesin e përfshatra zakonisht quhen ndoshta vonë, jo kaftjallë, kështu që pas kaftjallë veç a din shumë, kështu vinë më shumë kështu votues. Sa qendra të votimit i keni? Vetëm një qendër. A dihet numri i votuesve sa kanë drejt vote? Po këtu i kemi ndikon rreth 200 votues. Deri tani kanë votu 15 votues. Pra, prej 215 votues e kanë ushtruar deri tash të drejtën për votimin. Faleminderit shumë zotër Peci. Çka punë bën. Faleminderit. Atëherë, siç po shihet në fshatin Lip, kanë votuar vetëm 15 persona nga 200 sa kanë të drejtën e votës. Numri sipas tij është kaq i vogël për shkak që deri këto momente ka qenë mëngjes. Gjithashtu vlen të përmendet Dori dhe Blendi që nuk e kam theksuar në lidhjet e kaluara direkte që gjatë gjithë kohës sa po qëndrojmë në komunat kryesisht të Mitrovicës së Jugut dhe asaj të Veriut, ka zyrtar të policisë së Kosovës në të cilët po monitorojnë të gjithë procesin dhe gjithashtu ata që po monitorojnë të gjithë këtë proces janë edhe ekipet e EULEX-it, pra që janë si pika statike ashtu edhe lëvizëse. Pra kemi parë një numër të madh të tyre në të cilën lëvizin dhe shohin se si po shkon procesi zgjedhor në komunat kryesisht Veri, Jog dhe komunën e Vushtrës që jam duke përcjell unë bashkë me operatorin Edon Hoxhaxhikun dhe mos ta harrojmë. Ai që po na bart nga një komunë tjetrën është shoferi on Skendere.